Një ditë pas aksionit të ndërmarrë nga Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe IMT për prishjen e 2 objekteve në zonën turistike të Shirokës, ka nisur pastrimi i mbetjeve inerte nga kjo zonë. Mbetjet e krijuara nga shëmbja e 2 objekteve po pastrohen plotësisht me qëllim lirimin e hapësirës dhe rikthimin e pamjes ashtu siç i takon pikës turistike të Shirokës. Ndërhyrja në fjalë vjen në një kohë kur zona e Shirok-Zogaj po përballet me një fluks të shtuar të turistëve. Një ditë më parë, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit në bashkëpunim me Policinë e Shtetit dhe strukturat vendore ndërhyn për shëmbjen e 2 objekteve pa leje që po ndërtoheshin në qendër të Shirokës. Objektet ishin evidentuar gjatë fazës së ndërtimit dhe pas bllokimit të punimeve u bë edhe prishja e tyre. Lufta ndaj paligjshmërisë vijon të jetë e përditshme dhe askush nuk do të mbyll syt dhe toleroj lejimin e ndërtimeve pa leje, thuhet në njoftimin e bërë publik nga Bashkia e Shkodrës, ndërkohë qytetarët ftohen të denonsojnë çdo rast të abuzimit. Lidhur me aksionin e një dite më parë, Policia e Shkodrës ka proceduar penalisht 2 shtetas. Edhe vetë kryeministri Edi Rama ka reaguar në rrjetin social duke theksuar se aksioni në territor vijon. Ndryshe nga e shkuara, ndërtimet pa leje janë në fokus dhe me porositë të veçantë për pushtetin vendor, që të mos ketë asnjë tolerim dhe se të tilla aksione do të jenë të vazhdueshme përgjatë 365 ditëve të vitit.